Falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë. Prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që Allahu xhelle xhelaluhu udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb. Ndërsa I cili është në humbje dhe lajthitje nuk ka kush e udhëzon veç Allahu xhelle xhelaluhu. Vëllezër dhe jo motra, friksojni Allahu subhanahu wa ta'ala. Friksojni Allahu xhelle xhelaluhu se frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala është kuror vlerësimin në ditën e gjykimit. Pasi ajo e mban besimtarin të ruajtur. Ajo e mban larg gjunaheve, larg të këqijave. Allahu xhelle xhelaluhu na drejtohet shpesh herë në Kur'anin famëlar që ne ti kemi frikë Allahut. Ku thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." O ju që keni besuar, friksojeni Allahut dhe thoni, flisni fjalë të drejta, të vërteta. Ai ju fal gabimet, ju rregullon çështjet, punët tuaja. Kush respekton Allahun dhe dërguarin, ka arritur një sukses të madh. Sot, vëllezër dhe jo motra, jemi në 10 ditëshin e parë të Ramazanit, madje në fundin e këtij 10 ditëshi, I cili sa shpejt na iku. Ndaj dhe e shoh të arsyeshme që të qëndrojmë me 7 thirrje hynore. 7 thirrje të cilat na vijnë nga Allahu xhelle xhelalu. Thirrja e parë është thirrja për agjërim dhe devotshmëri. Allahu I madhëruar na thot në Kur'anin famëlar: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi I Ramazanit, siç ishte bërë obligim për popujt para jush, në mënyrë që ju të arrini devotshmërinë. Agjërimi nuk është thjesht ndalesë nga ushqimi, por një trajtim për shpirtin. Zoti nuk ka nevojë të rrim pa ngrënë e pa pirë. Ai dëshiron që ne të kontrollojmë veten tonë, emocionet tona. Ndjeje nderimin që Allahu xhelle xhelaluhu po të drejtohet ty personalisht me fjalën dhe thirrjen: "O ju që keni besuar." Dhe imagjinoj që ti je pjesë e një zinxhiri të artë dhe të madh që nga Ademi alayhi salatu wassalam e deri tek ti. Nëse mundesh ti thuash jo gotës së ujtit kur je vetëm në shtëpinë tënde I mbyllur në dhomën tënde, I thua jo gotës së ujtit sepse ti e din që Allahu të shikon dhe të mikqyr. Ti vëlla, ti motër, nesër ke shumë mundësi ti thuash jo gjunahut dhe mëkatit. Thirrja e dytë është thirrja për pendim të sinqert. Allahu I madhëruar na thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Pendimi I sinqert është si larja e një robe nga një papastërti e vjetër. Ramazani është rasti ideal për të nisur sërish nga zeroja, pa peshën e gabimeve dhe gjunaheve të mëparshme. Imagjino mëshirën e Zotit që të pret me krah hapur pavarësisht sa larg ke shkuar. Nuk ka rëndësi sa herë ke rënë. E rëndësishme është se sot ti gjete forcën të ringrihesh. Mos thuaj jam I zhytur në mëkate, por thuaj Zoti im është më I madh dhe më I mëshirshëm se mëkatet e mia. E pra, muaji I Ramazanit, muaji në të cilin ne jemi, është pikërisht muaji në të cilin falen mëkatet dhe largohet ashpërsia e zemrës dhe fatkeqësia e shpirtit. Thirrja e tretë. Thirrja për bujari dhe sadaka. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a
wal kafiruna humudh dhalimun. O ju që keni besuar, i jepni nga ajo me të cilën ne ju kemi furnizuar, para se të vijë një ditë ku nuk ka as tregti që të fitosh, dhe as miqësi dhe as ndërmjetësim. Ne në të vërtet nuk jemi pronar të asaj që posedojmë. Ne jemi vetëm thjesht administrator. Ajo që i japim në rrugt të Allahut, ajo është e jona dhe do të mbes ditën e gjykimit. Ajo që ruajmë dhe depozitojmë, fatkeqësisht do ta marrin dhe do ta hanë të tjerët pas nesh. Shiko buzëqeshjen e fëmijës jetim, apo një krye familjari të kputur, të raskapitur kur ti i ofron një ndihmes. Kënaqësia që gjen në zemrën tënde është pikërisht shpërblimi i parë që Allahu i madhëruar të ka dhënë. Bëhu bujar për të varfrit në këtë muaj, pikërisht si i dërguari yt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit sot kanë nevojë për solidaritet, bujari, mirësi dhe jo luks të tepruar në tavolina, ndërkohë që komshiu flë bark bosh dhe me dhimbje, se nuk ka as të haj. Thirrja e katërt është thirrje për durim dhe namaz. Allahu i madhruar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin." O ju që keni besuar, mbështetuni ke Allahu. Kërkojni ndihmë Allahut me namaz dhe durim. Padyshim Allahu është me durimtarët. Durimi nuk është pritje pasive, të rish. Pasiv, pa veprim, jo. Por është qëndres aktive në besim. Namazi është karikuesi yt shpirtëror. Ai të mban në këmbë gjatë të gjitha sprovave dhe fortunave të jetës. Kur gjunjët të dhembin në teravi, apo kur etja të shtohet në mesditë, kujto se Allahu është me durimtarët. Ti nuk i jepesh pikërisht në këto momente, sepse e din që Allahu është me ty. Jeta ka stuhit e veta, por ti ke spirancën më të fortë, ke durimin, e pra Ramazani na mëson se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Thirrja e pestë është thirrja për përmendjen e Allahu xhelle shanu. Allahu i madhëruar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira." O ju që keni besuar, përmendeni Allahun me një përmendje të shumë, me një përmendje të vazhdueshme. Përmendja Allahut e mban zemrën të gjallë. Një zemër pa përmendjen e Zotit është si një shtëpi e braktisur ku nuk hyn në të vetëm se mirimanga dhe insektet të cilat të shtojnë dëshpërimin dhe ankthin. Gjej qetësinë në çdo thënie dhe çdo belbëzim që ti thua subhanallah, elhamdulillah, le të jetë gjua jote e lagur me lavdërimet e Allahut, i cili na mundsoi që ta jetojmë edhe një herë një Ramazan. Në mes të stresit të punës dhe jetës moderne, përmendja Allahut është pauza, pra qetësia hynore. Përmende atë që ai të përmend ty në vendet e larta dhe në rrethin e melajket. Thirrja e gjashtë është thirrja për ruajtjen e gjuhës dhe etikës. Allahu i madhëruar na thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." O ju që keni besuar, pra edhe kjo thirrje është o ju që keni besuar. Largohuni prej shumë dyshimeve, hamendësive, sepse shumë dyshime janë mëkat. Dhe mos u limtoni të metat e njëri tjetrit dhe mos e përflisni njëri tjetrin. Agjërimi i stomakut pa agjërimin e gjuhës është thjesht një dietë. Ndaj duhet të jemi të kujdesshëm. Ruajtja nga thashëthemet është mbrojtja e thesarit më të madh, pra e thesarit të sevapeve që ne në këto ditë i grumbullojmë me kaq mund dhe kaq dhimbje. Sa e dhimbshme është që të prishësh adhurimin e një dite me fjalë të keqe për vëllain tënd. Ramazani është muaji i pastrimit të gjuhës nga helmi i përgojimit dhe thashëthemeve. Sfidoni pra veten, gjatë këtij muaji mos thuaj një fjalë të keqe për askënd. Bëu burim paqeje dhe sigurie për njerëzit që të rrethojnë.
Thirrja e 7 dhe e fundit. Është thirrja për bindje dhe punë të mira. Allahu i madhruar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun." O ju që keni besuar, përuluni në ruku, bini në sejdë, adhurojeni Zotin tuaj dhe bëni punë të mira në mënyrë që të shpëtoni. Çdo sejdë që ti bën është një lartësim për ty. Çdo punë e mirë, sa do e vogël qoftë edhe ajo heqja e një guri apo pengese nga rruga apo buzëqeshja ndaj dikujt, është një tull që ti vëlla dhe ti motër e vën në kështjellën tënde të ahiretit. Imagjinoni ditën kur do të dini përpara Krijuesit dhe këto punë të mira do të jenë mbrojtësit tuaj dhe ndërmjetësuesit tuaj tek Allahu xhelle xhelalu. Shpëtimi është vetëm një hap larg te vepra jote e radhës, tek vepra jote e mirë që ti do të bësh. Mos e lini Ramazanin të iki pa lënë gjurmë konkrete mirësie në lagjen tuaj, familjen tuaj, apo në xhamin tuaj. Bëu personi që të tjerët do thonë, mashallah filani. Atë Ramazani e ndryshoi. E pra vëllezër dhe ju motrat nderuara. Këto janë 7 thirrje. Dhe këto janë harta jonë që duhet jetë në këtë muaj. Allahu na thirri me dashuri, le të përgjigjemi atij pra me bindje. Le të mos dalim nga ky Ramazan ashtu siç hym, por le të jetë ky muaj i bekuar një rilindje besimi dhe veprave të mira. Elusë Allahu xhelle xhelaluhu që të na bëjë prej vepër mirëve. Elusë Allahun e madhruar që të na bëjë për atyre të cilët i përgjigjemi këtyre thirrjeve të larta.